Përshëndetje të nderuar shikues të televizionit të Shtati, ju flas drejt për drejt nga studio numër e televizionit, studio emisionit frontal me shumë informacione që kanë përgatitur gazetarët tanë, mirë po edhe me bisede në studio. Sot kemi dy bisede në studio. Të parën do ta zhvilloj me deputetin e Partisë Demokratike të Kosovës Artan Behrami, i cili është paditur nga Ministria në detyrë e drejtësisë Albulina, zonja Dunika Grvalla, më herët ka qenë Albulina Xhiu. Dhe në pjesën e dytë të emisionit frontal kam kënaqësinë t'ju prezantoj dhe njoftoj për një intervistë të cilin e kemi realizuar më herët. Dje është bërë virale një video ku shihet një këngëtar, një rapsodi i njohur i cili përlotet teksa i këndon komandantit legjendar Adem Jashari. Ai është Avdi Dragaj, i cili përpos që këngëtar ka qenë pjesë e luftës së ushtrisë lindore të Kosovës, një patriot i madh, po ashtu rrjedh nga një familje artistësh. Dhe unë kam vendosur që në pjesën e dytë të emisionit frontal të realizojmë këtë intervistë për të kuptuar për emocionet që ati i sjell komandanti legjendar dhe kënga për heroin e Kosovës, pra Adem Jashari, për lidhjet e tij që i ka me komandantin legjendar Adem Jashari, për përvojat e tij gjatë luftës, plagosjen, luftën deri në ditën e çlirimit të Kosovës dhe gjithçka tjetër. Për këtë arsye, në pjesën e dytë të emisionit frontal, ju ftoj ta ndiqni këtë intervistë të cilin pak më herët kemi realizuar me Avdi Dragajn. Do të kemi edhe shumë informacione të tjera përpara se gjithashtu titullit kryesor. Haxhiu e dekreton Zejnullah Gashin për kryeprokuror të shtetit. Kjo e kishte denoncuar Gashin kohë më parë në polici. Një burr në prezident des pas u rrëzua nga kulmi i shtëpisë së vëllaut ku po punonte, nuk kishte kontratë pune. I plavoi Surin e Pej jashtë rrezikut për jetë, arrestohet një 29 vjeçar si i dyshuar. Lëvizja në Selinë e LDK-s megjithatë nuk dorëzohet asnjë nënshkrim për shkarkimin e Abdigjikut Osmani Hesht. Emisioni frontal e nisë me lajmin e fundit që na vjen nga Presidenca e Republikës së Kosovës, ku ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës Albulina Xhiu sapo ka dekretuar Zejnullah Gashin si kryeprokuror të ri të shtetit. Kështu ka konfirmuar sistemi prokurorial i Republikës së Kosovës. Dekretimi u bë një ditë pas i Këshilli Prokurorial i Kosovës në mbledhje ka nominuar Gashin për kryeprokuror të shtetit, emrit e cilit u propozua tek Xhiu për dekretim. Ndryshe, Xhiu kishte denoncuar Gashin e polici, pasi sipas saj, ai i pati shkuar Xhiut në zyrë sa ishte ministri i drejtësisë për një lëndë në duar, duke treguar se e ka në hetim një të afërm të Xhiut. Emisionin frontale vazhdojmë me informacione të tjera dhe flasim për ngjarje të rëndës që ka ndodhur në Prizren, atje ka vdekur një burr pasi i njëjti u rrëzua nga kulmi i shtëpisë së vëllait ku po punonte. Shkoi për të ndihmuar rreth renovimeve në shtëpinë e vëllaut të tij. Mirë po, kjo vepër e mirë të cilën ai e nisi i kushtoi me jetë. Sipas lëndimeve të marra, 62 vjeçari Sabit Zogaj nga Prizreni humbi jetën mbrëmjen e së hënës. E vdekja e tij pas rënies nga një lartësi prej 8 metrash u konstatua nga ekipet mjekësore. Derisa për rastin është dërguar në mbajtje punëkryese. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar punëkryesi ku ka ndodhur rasti. Me vendim të prokurorit, i dyshuari dërgohet në mbajtje për 48 orë, rasti duke u hetuar. Ndërkaq, Inspektoriati Qendror i Punës bëri të ditur se aksidenti ka ndodhur në një shtëpi private dhe ai nuk kishte punëtor. Aksidenti ka ndodhur në një shtëpi private ku po kryeshin punime për renovimin e kulmit, ndërsa viktima nuk ishte i angazhuar në procesin e punës, por ishte vëllai i pronarit të shtëpisë. Ata shtuan se marrëdhënia kontraktuale investitor punëkryes nuk ka ekzistuar. Siç mëson të shtatë, viktima ishte angazhuar për ndihmë në shtëpinë e vëllaut që jetonte në Mërgem. Me vendim të prokurorit, trupi i pajeti viktimës është dërguar për obduksion në IML Prishtinë. Një ngjarje tjetër e rëndë ka ndodhur në qytetin e Pejës, ku një person është plagosur atje, është jashtë rrezikut për jetën, ndërkohë i dyshuari 29 vjeçar është arrestuar. E gjithë ngjarja dyshohet se ndodhi për shkak të një vend parkingu.
Ky parking i veturave në Pej u bë hapësirë e një sherrri të hënën në mbrëmje. Televizioni mëson se gjithçka nisi kur një vend parking pati një debat mes dy qytetarëve. Njëri nga ta pas këtij diskutimi u largua për t'u kthyer sërish, veçse këtë herë i armatosur. Më pas, 29 vjeçari me inicialet B.K. dyshohet se qëlloi me armë 45 vjeçarin me inicialet S.K. Fillimisht i plagosuri u dërgua në spitalin e përgjithshëm rajonal të Pejës, ku mori trajtim, e më pas u dërgua në QKUK. Drejtori i spitalit të përgjithshëm në Pejë, Fare Hasani, tregoi për lëndimet që ka pësuar viktima dhe gjendjen aktuale të tij. Mbrëmreth orës 20:30 minuta në spitalin tonë arrin një pacient me plagë shpuse në kafazën e karorit në anën e majtë dhe me lëndimin në ekstremitetet e poshtme në gjujë. Gjendja e tij ka qenë stabile me parametra vital stabil. Është bërë animimi i pacientit, ju bë egzamimet parapraket CT dhe egzamimet laboratorike dhe ultrasonografike dhe pastaj është përgatitur pacienti dhe është dërguar në SHSUK për trajtim të mëtejmë. I dyshuari për sulmin e kryer u vedërzua në policinë e Kosovës dhe me urdhër të prokurorit u ndalua për 48 orë. Zëdhënësi prokurorisë në Pejë Shkodranik që tregoi se menjëherë pas rastit të gjitha njësitë dole në vendin e ngjarjes. Me pranuar informatën se ka shënë marrë në zjarë me njerë në vendin e ngjarjes kanë dalë gjitha njësitë relevante policore bashku me 2 prokurorë të shtetit. Kthehemi në studion e emisionit frontal për të vazhduar këtë emision me informacione të tjera të flasim për problemin që tashmë ka dalë në sipërfaqe, pra dhe me çka përballen të gjithë ata prindër dhe fëmijë të cilët kërkojnë trajtim shëndetësor në klinikën e pediatrisë këtu në Prishtinë. U dështë pra të alarmohet situata dhe gjendja brenda kësaj klinike që sot të ndërrohen shtretrit e dëmtuar në klinikën e pediatrisë. Pasi lan pas një ditë për plot kritika për gjendjen e klinikës së pediatrisë, menjëherë u vu në aksion. Mëngjesin e së martës u bë zëvendësimi i disa shtretërve në këtë klinikë. Për këtë, doli të deklarohej para mediave drejtori i shërbimeve tekniko-administrative në QKUK Fisnik Dobra. Sipas tij, ky projekt nisi në kuadër të një projekti për modernizim të infrastrukturës e furnizim me inventar medicinal. Sot është bërë ndrimi i disa shtretërve të cilët kanë qenë të dëmtuar, janë ndruar me shtretër të rinj, ju e patë edhe vetë, ishit dëshmitar të ndryshimeve që janë bërë. Desha t'ju njoftoj se kjo është vetëm fillimi një projekti, një kontrate që është lidhur nga Agjencia Qendrore e Prokurimit, me 10 qershor për modernizim të infrastrukturës. Këtu konkretisht bëhet fjalë për furnizim me inventar për klinika, inventar medicinal. Ai bëri të ditur se deri në fund të kësaj jave priten planifikime nga të gjitha klinikat për nevojat me inventar të ri në kuadër të një kontrate që përfshin 51 artikuj. Deri të premten e kësaj jave i presim të dhënat nga klinikat me planifikimet për inventar të ri, për shtretër dhe të tjera. Është një kontratë me 51 artikuj. Pastaj do mblidhen të gjitha dhënat, do strukturohen dhe do bëhet kërkesa për furnizime. Pra, besojmë për një periudhë shumë të shkurt, shumë të shpejt, të bën furnizimet sipas kontratës që është lidhur nga AQP-ja. Dobra shtoi se është bërë edhe renovimi i disa nyjeve sanitare në disa pjesë të klinikës. Jo shumë ditëve, pra disa jave janë renovuar disa banjo ose disa nyje sanitare. Ato janë ndruar në pjesën Matan, reparte të tjera. Tani shumë shpejt do fillojnë edhe renovimi i nyjeve sanitare në pjesën Këndej, në të cilat ju aludoni. Pa besojmë shpejt edhe do bëhet realizimi i renovimit. Një ditë më parë një nën raportoi për gjendjen e rëndë në klinikën e pediatrisë, aty ku trajtohen të miturit nga e gjithë Kosova.
Vazhdojmë emisionin në frontal me informacionet të tjera dhe flasim për zhvillimet të brenda lidhjes demokratike të Kosovës, subjekt ky i cili po përballet me një kërkesë që po vjen nga degët për shkarkimin e kryetarit të këtij subjekti politik, Lumir Abdigjiku. Madje është thënë se janë mbledhur në nënshkrimet për të thirrur një kuvend të ri për shkarkimin e tij, por këto nënshkrime megjithatë ende nuk janë dorëzuar në LDK. Me të nisur dita arriti në selin qendrore të lidhjes demokratike të Kosovës. E kurbartja e listës së LDK-s u pyet nga televizioni lidhur me zhvillimet e nënshkrimet, e njëjta gjeti arsyetim për mosdeklarim. E njësoj si ajo veproi edhe ai që në listën zgjedhore barti numrin 110. Derisa brenda për 2 orë rada zipati konsultime brenda subjektet, ta kem pas të cilët doli të flas sekretari i partisë. Asnjë nënshkrim të dëpënum, për në momentin që ka kërkesa, mrena për mrena organëve të LDK-s, sigurisht që me urgjencë me seriozitet madh kanë mu trajtu për neve si parti dhe kanë mu shqyrtu deri në realizimin përfundimtar të kërkesave që e plotësojnë në shumicën e numrit të caktuar të delegatëve. Madje bëri apel për kolegët e tij për qetësi. Demokratik, një drejtë demokratike të njerëzve që kanë besim ndryshe për quj. Shtu se kanë bindje ndryshe, nuk besoj që ka mrena për mrena LDK-s, as kryetar degë, as deputet zgjedhun, as eksponent serioz, që dëshiron me i pengu themellimin e institucioneve të Republikës së Kosovës, qofshin ata që po mbledhin nënshkrimet, qofshin ata që po i refuzojnë. Ato përndryshe mu jetë si sekretari LDK-s me bo thirrje për qetësi. Ndërka gjatë deklarimit të Feratit, Visar Azemi e vëzhgonte atë nga jashtë. E sekretari i kësaj partije tregoi që LDK ka përbashkëpunim me VV-n, është edhe ajo e gazit amerikan. Ndërkaq për dallim nga Ferati, pas takimit Vjosa Osmani nuk u deklarua para mediave. Kthehemi në studion e emisionit frontale për të diskutuar për një temë tjetër, pra për zhvillimet brenda Partisë Demokratike të Kosovës, krimin e institucioneve të reja, mirë po edhe për një paditje ish ministre e punëve të jashtme, tash ministre në detyrë drejtësisë, zonja Donika Gërvalla, i ka bërë deputetit të Partisë Demokratike të Kosovës, Artan Behrami. Unë kam të ftuar Artanin për të diskutuar për këtë temë. Artan, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Erdhe nga një takim që patët grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës. Po, grupi parlamentar i PDK-s ka zhvilluar sot në takim kuadër takimeve rutinore para konstituimit të kuvendit edhe krimit të institucioneve të Republikës së Kosovës. Dhe natyrisht që është kërkesë e PDK-s që institucionet të themelohen sa më shpejt, po edhe që konstituimi i kuvendit të bëhet sa më shpejt, sepse ne kemi vërejtur një ngadalësim, do më thonë, në konstituimin e kuvendit, nuk ka asnjë datë për konstituimin e kuvendit, nuk ka asnjë përpjekje të pushtetit për konstituim të kuvendit, edhe e kemi pa që edhe kjo dinamika takime me parti tjera, jo me PDK-n, sepse ajo është... Gjeni tërheq, do më thonë, jo keni vendosur me shku në opozit? Edhe me parti tjera, do të thotë, ajo dinamik ka rap. Pra, këto përshqiet qëllimi i Zoti Kurti që ai nuk don këtë mekanizmin bikqërës që është në shtetet demokratike, që është kuvendi i Republikës Kosovës, pra don me shty sa më gjatë, sa më shumë datën ku ne ta kemi një kuvend edhe ku të kemi edhe në mekanizmin bikqërës të vendimeve të qeverisë, po edhe të presidentes e cila sot ka dekretu kërë prokurorin. Pro, përfundimisht Partia Demokratike e Kosovës do të mbetet në opozicië, siç ka thënë Bedri Hamza, apo eventualisht mund të ndodhë diçka gjatë këtyre ditëve, sepse Bedri Hamza e lap si punë të kryne, po Albin Kurti, kur doli pas Bedri Hamzës, la me nënkuptu që mund të ketë edhe një takim të radhës. Po çfarë kemi pa dhe çfarë do shohim në ditëve të ardhshme janë përpjekje të Zotit Kurti, i cili po punon si gjithmonë, e ka bërë në të kaluarën, pra ai do të mundohet që ta gjej një presidente kukull, që është e dëgjueshme ndaj tij, që është lojale ndaj tij, jo ndaj interesave të Republikës Kosovës, jo ndaj shtetit të Kosovës, por ekskluzivisht ndaj tij, që të ketë 3 shtyllat e shtetit dhe të shndrohet një autokrat, do të thotë qysh ai synon, dhe në anën tjetër e ka dhe opcionin e zgjedhjeve, sepse duke shku... Bashkoheni ju me lëvizjen vetëmendosje, mos e leni që Albin Kurti me pas krejt pozitat. Merrni një pozitë, qoftë kryetar kuvendit, qoftë president,
që mos me bën autokrat, mos me kthyn autokrat. Pikërisht kjo është edhe ajo që apo bëjmë. Arsim do thotë Partia Demokratike e Kosovës ka qenë konsistente, ne nuk do të lejojmë që një parti, qoftë ajo dhe Partia Demokratike e Kosovës nesër në pushtet, me i pasë të ri postet, sepse është kundër balancit politik, kundër balancit demokratik, dhe nuk është e shëndershme për një shtet çfarë na e kemi themelu edhe e kemi kriju me shumë mund edhe sakrificë, por Zoti Kurti, fundamentet e këtij shtetit, Kushtetutën e Republikës Kosovës, gjykatën kushtetuese është të mundu me dërmu deri në atë pikë që ato me zhvlerësu edhe nga serioziteti, po edhe nga ana praktike e funksionimit të saj. Pra, ai këto prej vitit 2024, edhe më herë, po në mënyrë intensive prej vitit 2024, kur për herë parë kemi shku në zgjedhje, ai në fushat, do të thotë, ai njerë është mundu që të sfidoj rendin kushtetues, që të sfidoj kushtetutën të cilën e ka shkel me dhjetra herë, pa u skuqur, pa i ra pëshman, do më thonë është i ka përsërit veprimet kundër kushtetues së Republikës Kosovës, dhe natyrisht që përpjekjet tona si parti kanë qenë dhe do të jenë që ne nuk do të lejojmë që ai të ketë të gjitha shtyllat e pushtetit, po që të ketë një balancë më të mirë sa i takon institucioneve. A keni, ju nuk keni marrë se grup parlamentar, se deputet Kuvendit të Kosovës, nuk e dini kur do të mbahet seanca konstituive Kuvendit të Kosovës? A keni farë paralajmërim ose njoftimi ose? Çka po shoh prej ato që një personalisht rrugtimin e tij politik, do të thotë se që në neve na kanë zonë sherrri me një politikan të tillë, i cili e fiton shumicën. Neve, jo neve si parti, po në mendoj si popull, si qytetar, si vend, si Kosovë kanë zonë sherrri, se e kemi një lider të partisë politike që fiton që 3 herë zgjedhje dhe refuzon me kriju institucionet. Albin Kurti e din shumë mirë që është bëhet presidenti sepse ka bëu Vjosa Osmani. Pra kur ti duhet dikush, Albini e din se ç'është bëhet. Edhe qeverin bashkë me ndonjë parti tjetër e din ç'është bëhet. Por çfarë kemi pa tash është në përpjekje e tij për me shty konstituimin e Kuvendit me bleko, dhe parashikimi jam është që ai mund të na çoj pas që të konstituohet Kuvend, na dërgoj edhe në pushim, sepse me rregullore parashihet pushime e Kuvendit. Për cilën Arsim unë qysh para 3 menerë mas përfundimit të zgjedhjeve, përmes një postimi kom kërku që mos s'ket zgjedhje, sepse e di sakt që ai do të synoj pikërisht ta bëj këtë, dhe sesioni vjeshtor dimror fillon mandej në shtator. Kështu që ai mundet me i blej një muaj gjysmë. Nëse shkon në pushim, nuk lëviz ky afati për 30 ditësha? Po nuk është i shqetësuar ai për afate, sepse ato jo, është një afat që nuk është i shqetësuar, se ato afate janë për të në mendsinë e tij janë për mushkel, nuk janë për më respektu ligjet. Kushtetuta e Republikës Kosovës nuk është diçka që ai duhet me respektu. Thuhet se ligjet janë për mushkel. Ato janë për mushkel në mendsinë e tij. Në mendsinë e tij. Kështu që këto janë përpjekje, unë mendoj që qytetarët e Republikës Kosovës, të cilët kanë dhënë shenja që janë lodh nga një politikë e tillë e krizës, nga një politikë e tillë e bllokadës, nga një politikë e tillë që neve na çon pafundësisht në zgjedhje, në zgjedhjet e fundit këto shenja qytetarët i kanë dhënë. Dhe është në duar të qytetarëve. Po ashtu që kurdo që marrin ato zgjedhje, sepse ky do të na dërgojnë në zgjedhje. Po na shkojmë në zgjedhje, pas këtyre zgjedhjeve, zgjedhje të reja. Po dëshom logjikës edhe mënyrës që po rrjedh. Në këto 3 zgjedhje, Partia Demokratike e Kosovës ka bë përpjekje maksimale mos u shku në zgjedhje. Ka bë kompromise shumë të dhëmshme. Nganjëherë përtej dëshirave dhe nashta edhe të elektoratit ton, po tu po interesin e Republikës Kosovës që Kosova si kur më parë ka brenga të brendshme që kanë të bëjnë me çmime, që kanë të bëjnë me shkolla, që kanë të bëjnë me shëndetësinë, me shtretër ku na nuk kemi gjërat elementare, që kanë të bëjnë me raportet tona me bashkësinë ndërkombëtare, që kanë të bëjnë me integrimet evropiane që nuk jemi kërkun hiç. Do thotë Kosova ka çfarë shumë sfida të brendshme dhe të jashtme, sa që Kosova nuk e ka luksin me shku në zgjedhje, dhe mbi këtë parim PDK-ja është mundu 3 pas zgjedhje me i pengu shkuarjen në zgjedhje. Por ka qenë një sistem i Zotit Kurti, i cili për herë të parë në historinë e Republikës së Kosovës si shtet, për herë të parë është një njeri që edhe kur e merr shumicën në parlament,
refuzon me i bo institucionet, sepse e kam thënë shumë herë. Marrë shumë për me i bo kreditë. Shumë, edhe ajo, do të thotë, këj ka dy qëllime dhe dy synime. Synimi i parë është me marrë gjitha institucionet, pra ai do të më mundohet që, si që thash ta vendosë, po edhe është frika. Sepse edhe në psikologjin politike, një lider që synon kontrol, është një lider që është i friksum, që ka frikë, edhe paranoja, edhe angthe të mbranshme, të cilat nuk janë paranoja të këtij shteti, këtij vende, nuk janë paranoja të kësaj shoqënisë, janë paranoja të tij. Dhe ç'a bën ai? Përmes kontrollit ai mundohet mi shëru këto frikën edhe paranoja që ka. Dhe frika më e madhe e tij është që shko me pa historia. Dhe historia ato sado që mund të fshehet. Kur s'kom ja fal historia Kosovës për marrëveshjen që ka pranuar në Bruksel edhe në Orë. Kë mundet me ikë në zgjedhje prap, edhe në zgjedhjen e pranverë. Po ky vend, kjo shoqëni, nashta jo tash, po mas 5, 10, 15, 20 vjetëve, kur s'kom ja fal marrëveshje të dëmshme që ka pranuar në Bruksel edhe në Orë, që veriut edhe serbë jap autonomi substanciale edhe kishave eksterritorialitet, edhe tash me vendimet e fundit për me ligj jap edhe shtetësi serbëve. Pra, ajo mundet me ndryshu këtë dinamikën për mrena Republikës së Kosovës, edhe prandaj e kemi një njeri të pasigurt që nuk din as me qeverisë, që nuk ka vizion për vendin, dhe të vetëm gjë që atë me kriju kriza. Dhe unë mendoj që detyrë edhe jona si parti, edhe partive tjera është që me hek vendin nga kjo krizë të cilën ky njeri ka shtinë. Dhe që votuat nga me 50%. Pikërisht, por ne, qërë historia, arsem është, nëse lexojmë edhe historinë e shteteve tjera, është një element shumë i rëndësishëm, ku shtetet kanë gabu. Po flas prej Gjermanisë, prej Italisë, Austrisë, e plot shtete tjera, të cilët frutën e populizmit edhe të autokratëve kanë kalu para neve. As gjatë shumë këtë frutë i populizmit. Po një gabim e kanë bo ato nga i cili na nuk e mësu. Që në pushtet e kanë sjell njerëz pa përvojë. Sa herë bota demokratike ka sjell njerëz pa përvojë në pushtet, ato shtete gjithmonë kanë kriju autokrat, gjithmonë kanë kriju populist, kur njët nuk kanë kriju stabilitet politik. Dhe këtë jem të e përjetu edhe na. Kështu që unë mendoj që na duhet me komuniku edhe ma shumë me qytetarët e Kosovës, për mi bindi jo kundër dikuj, sepse në fushat kur s'kemi fol kundër dikuj, po për mi bind që platforma jonë politike, me trashëgimin që kemë në transformim edhe të Kosovës, në krim të shtetë Kosovës, në sakrificën e luftës, na jemi adresa e duhun për me marë Kosovë në një fazë tepër të ertë edhe tepër të rëndësishme, sepse jemi në një momentum shumë delikat. Sigurisht do të vazhdojmë këtë intervistë edhe me tema tjera, mirë po të pralemroj që me pas kujdes, eventualisht gjithçka që mundesh me furë, mundet me të kërcit një padi atje. Po, tash me dal të tema e padis. Se ka padit ka kalu koha ku në një shoqëri çfarë na e kem kriju, do të thotë ku ke mujt me thonë që presidenti meriton me vra, e meriton plom, edhe mos me shku në polici, mos me shku në prokurori. Do të thotë ku fjala e lirë ka qenë deri në maksimum e lejume, prej regjimeve që ata i quajnë, prej qeverive të kalume. Do të thotë këtu është bo thirrje me vra presidentin, është bo thirrje me vra kryeministrin. Bile kë zotëria i parë u dë tash pa thonë që ai që e ngrej dorën kundër një presidenti i lumë dora, kështu diçka me parafrazu. Dhe thotë, ka pas tepër kërcënime. Për fyrje, në mendoj që nëse ka ndaj kampionat të fyrjeve, të demonizimit, denigrimit, dehumanizimit, atë kup, atë medalje fiton Donika Gërvalla. Ajo është demonizuesja më e madhe në historinë e Kosovës dhe në komunikim politik. Thonë, nuk kalon komandant pothuajse pa e qytë kriminal. Pera Mosharadina, deri të Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi, do më thonë, gjithë i ka qytë kriminal. E s'po flasë për një gjuhë, për gjuhë tjera, do të thotë, kur ka akuzu njerëz poshtë për pjetë, për vrasje e kështu më radhë. Pra, tani... Por nga njëherë ka rëndësi dhe nga farë cilësie, për shkak këto akuzat që ka bo Donika nuk ka qenë
as deputet, as ministra, kur i ka bërë këto dhe për vrasje dhe kur i ka përmend. Po, unë mendoj që kjo është edhe më e rrezikshme, sepse ajo ka pas edhe publike, edhe në LDK, edhe në parti tjera. Dhe tash ajo mandej shndrohet në gjykate, në farë forme. Pse të ka pa ditë ty? Mu ka pa ditë, si që thot ajo për shpifje, për një deklarat time që e kom thonë, edhe është shumë interesant, Arsim, është shumë interesant, në këto 44 vjetë jetës tem, po edhe të familjes tem, janë 3 adresa që kanë kriju, si me thonë, padi, ose akuza, ose akt akuza familjes tem, ose mu. Që janë? Serbia dikur, dhe të thotë, gjykata speciale, mu, që më kanë hinë shpe, edhe jam në akt akuzën e dytë, edhe tash zonja Donika Gërvala do të thotë që mu më akuzon për shpifje. Tash, dëgjoj, nëse shkon dikush nga lëvizja vetëvendosje, i cili për me ka qenë i kujdesshëm në gjuhë, për një men asha dhe isha një keq. Ndoshta edhe kësha mujtë edhe me kërku falje nëse kum lëndu ndjenjat ose që do qoftë. Po më që Donika Gërvala me pa ditë dikon, kjo mu nuk më brengos as pak, unë menë zë pres me u balafaqu. Po ke thonë një postim, por po më interesën se nuk jam të ditur në halo pse të ka pa ditë. Qka ke thonë ti për Donikën që... Që, unë e kom po një deklarat, e kom po një postim në Facebook, i cili është... Në Beograd, gjykata speciale e ka zyre në vetë. Në Kosovë nuk ka pasur nevoj për zyre, i ka pasur zyret e Donikës dhe qeverisë Kurti. Po. Qëtë postim? Qëtë postim unë e kom bo dhe për qëtë postim kjo më ka pa ditë për shpifje. Qa është shumë interesant, Arsim? Pse ke bo këtë postim, dhe mo, pse nuk ka nevoj gjykata speciale për zyre në Kosovë? Dëgjo, unë, se më thonë, tash jam me avokat edhe avokatu ka me bo një përgjigje, i kemë 15 ditë me bo një përgjigje dhe nuk përdu me ndërhy tash para prakisht. Po, qka të regon kjo pa di? Sepse kjo, po thamë, Leri Mehmeta e ka një 39, do më thonë, në këtë qeveri që po jetojmë pa ditë për shpifje, burgosja njerëzve e kanë vetëm një qëllim, se qëto përdu me dalë. Cili është qëllimi? Qëllimi është friksimi i deputetëve tjerë. Friksimi qytetarëve tjerë, friksimi gazetarëve, analistave, që ta shëtutje, do të më kujdes çka folë të... Do të mënu 2 herë para se me... Do të mënu 2 herë me folë për kundër kuj? Kundër Ministrët e Drejtësisë. Pse? Se Ministrët e Drejtësisë, ato gjykatat që thëshin janë të kapura, paramendohë me 22 qërshor e dorëzën pa din në gjykat, me 7 korrekt, do më thonë, gjykatja, me njëherë e merë... Pa në mirë po funksionojnë, sepse... Po, jo, shëqër që po funksionojnë, po e shkallë ma mirë me funksionu në vrasje të rana, dhunime ndaj grave, e shumë delikte që do më thonë kur nuk jënë zgjedh, e që njerëzit jënë vra dhe masanej për shkak që aty në delikteve, po edhe kjo leto, sepse kjo është lanë që fitohet shumë let, ajo këtë lanë ka me hup, do më thonë edhe ka me mbajt titullin edhe me tutje, si një njeri që është akuzu edhe pe oponentëve tjerë, si një njeri që ka shpif mas shumë të në Republikën Kosovës, atë nuk muna me jamar asën, as kërkush, ajo ka me mbet e tilë. Po, veç presim një vendim gjykatët të shumë kush o këtë shpifësi, por më ka po përshtypje të një postim tjetër që e ke bo, kur ke full për Donika Gërvalën, ke njëftu që të ka pa ditë Donika, edhe ke thonë, me sjerash ke thonë, ka mujtë me dërgu lëndën edhe në gjykatën speciale dhe kjo të kish. Qa ke doshtë me thonë me që thonë? Po, qëre, Donika Gërvala vetë ka pranu, nuk ja kemi në gjitë, nuk kemi shpi vetë, me gojtë vetë ka pranu që është në gjendje edhe ka dërgu dokumenta në gjykatën speciale. Pra, për i perspektive sodit, Arsim, kur i shetë të gjitha ato padrejtësi që ka ndodhë me gjykatën speciale, kur i shetë një mbështetje kaq të madhe të Serbisë dhe të Rusisë për këtë gjykatë, kur i shetë deklaratat e dikmartës se sa fejl është e involvu me Serbia me furnizu me desinformata këtë gjykatë, edhe kur i shetë pasivitetin e qeverisë, kur i shetë deklaratat e zonës Donika Gërvala, njërë sistematike për UÇK-n, sistematike kundër komandantëve, kur i shetë veprimet e saj sa ka qenë, në qeveri, edhe që ka është më e rëndësishme, sepse në demokraci
ju gjithmonë vlerëson veprimet, po mos veprimet. Pra, jo keni një, si më thonë, një heshtje totale përballë padrejtësive që ka ndodhur në gjykatën speciale. Nuk ki asnjë aktivitet të zonës Gërvalla, asnjë notë verbale, asnjë shqetësim për drejtat e njerëzit, asnjë të paktën publik, na nuk kemi pa që ajo i ka thonë ai ambasadori ose ai ambasadore. Përkundrazi, dhe për këtë une, si më thonë, edhe për këtë kam dëshmi, e ftoj që natyrisht edhe për të le të ma bëni pa di tjetër për shqipe. Unë kam qenë në Strasburg, edhe kam pas agent me taku eurodeputet, një eurodeputet Gjerman në minutat e fundit ma ka anullu takimin. Dhe kërë kam pyet atë mikun që ka negociu për takimin tam, ka thonë që Donika Gërvalla ka ndalu me ju taku juve. Do të thotë, me arsëtimin se kë është në akt akuzën e dytë të gjykatës speciale. Donika ka thirrë, paramendone, sipas këtij burimit tim që kam mik shumë të mirë. Unë kam shku në Strasburg. Pra, ti ke shku më taku me eurodeputetin Gjerman? Unë kam qenë në rrugë me eurodeputetin Gjerman më shku me taku. Takimi ka qenë i konfirmuar. Edhe në momentet e fundit, do thotë, më është, si më thonë, më është komuniku nga ky miku jonë përbashkët që dush më kthy se nuk ka, do thotë, takimi nuk mundet më majtë. Kur e kam pyet për arsyetim, ka qenë ky arsyetim. Pra, edhe një dëshmi tjetër. Cila është arsye që Donika nuk pas ka dashur me të lëmë takus? Edhe një dëshmi tjetër, do thotë, edhe një dëshmi tjetër që ajo në vazhdimsi, do thotë, nuk është veç deklarata që thotë unë kam çu dokumente në gjykatën speciale, po edhe veprimet edhe mos veprimet e saj sa ka qenë ministre, në vazhdimsi kanë qenë kundër krerëve të UÇK-s. Dhe një nga veprimet ka qenë po ashtu që, për shembull, në fillim krejt familjarët kanë mujtë me dërgu përmes postës diplomatike, ashtu siç e ka parapar rregulloria, edhe ligjet e Republikës Kosovës gjësendën e Hagë. Libër. Me ja dërgu një libër dikuj. Dhe kur gazetarë kanë kërku qasje në dokumenta zyrtare, ajo ka bë publike krejt gjësendë që kanë dërgu. Ndaj që kjo është poshtërsi e nivelit shumëtull. Sepse nuk e kanë rujtë sekretin. Zoti Kurti, do të thotë, Zoti Haradinaj, kur ka qenë kryeministër, i ka klasifiku krejt shpenzimet për krerët e UÇK-s. Serbia i ka klasifikuar për 100 vjetë. Kroacia ka plot klasifikuar. Na si ka ardhur pushtet, Zoti Kurti i ka nxjerr. Me njëherë i ka deklasifikuar krejt, edhe ja u gjujke gazetarëve, edhe sot, arsem, unë i bëj ftesë këtë redaksive në letë masit, këtë redaksive të medjave. Le të dërgojnë qasje nëse ka qenë ish shefi stafit të Albin Kurti involvum në përshqetblerjen e energjisë elektrike. E she a mertin ai përgjigje. Le të dërgojnë se sa ka dhënë qeveria për krerët e UÇK-s e ki me cent. Pra UÇK-s këta janë gjenë centat. Dërsa hajnave të tëne, si Martin Berishaj, e plot hajnave të tjerë, i amnistojnë, i largojnë për shefit kabinetit, edhe i shtinë që atje me një post, me dhe me kësë ka ndodhë kur gja. Dhe më thonë, këtu e she mos veprimet e tyre, ka edhe dhjetra fakte që këta njerëz, krerët e UÇK-s, i kanë lanë në farforme vetëm, edhe nuk kanë operu me këtë kapacitetin që kanë mujtë me operu si shtetë. Por besoj që krerët e UÇK-s me 16 shtator do të vinë Kosovë. Unë jam shumë besim plot që ata kanë me dalë të pafajshëm, arsem sepse çdo verdikt edhe vendim tjetër është vendim edhe verdikt kundër historisë. Edhe unë mendoj që ky popull, të cilin unë te kemi pa dhe krejt bashkësia ndërkombëtare ka pa në shesh 130-140.000 njerë që kur ma herës kanë protestu, ata janë dëshmitar të gjallë të një procesi të padrejt, të një procesi për plot shkelet të drejtave të njerëzit, ku janë thyr gjitha parimet ndërkombëtare të konventave ndërkombëtare, dhe unë nuk besoj që ka popull, edhe që ka parti politike, që ka institucione në Republikën e Kosovës që mundin me pranu çdo verdikt i cili nuk është lirues. Pra, shpresa jonë është që ai ka me qenë lirues, sepse betejën juridike ne kemi fitu
në salë të gjyqit, për të janë të bindur krejt qytetarët e Kosovës. Mirë, tash nëse u fitu kjo betejë juridike, çka do të një proces gjyqësor me fitu tjetër? Kjo është gjykatë ndërkombëtare hibride, edhe unë mendoj që unë mendoj, po ashtu është që gjykatat ndërkombëtare hibride mbi gjitha janë gjykata politike, të cilat dëshirojnë me vendos balancë politik dhe përpjekjet kanë qenë prej fillimit të krijimit të saj, kanë qenë me kriju një farë relativizim të krimeve serbë në rajon dhe kanë qenë po ashtu me ndo fajen e Serbisë me shtetet e tjera, këtë rast edhe me shtetin e Kosovës. Edhe unë mendoj që kjo është, prandaj është kundër historisë të Kosovës, edhe unë mendoj që edhe trupi gjykues e ka mundësinë e ardhë që 16 shtatori më shpallë për një men një ditë të drejtësisë. Me gjithë të padrejtësi që ka ndodhë, e kanë mundësi që me vendosë pak balancë. Edhe me i shpëtu ftyrën, unë mendoj edhe kredibilitetit edhe të Bashkimit Evropian dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës, por edhe deputetëve dhe të Republikës Kosovës të cilët i kanë besu kësaj gjykate. Edhe e cila po shihet që ka psu mutacion, edhe kjo gjykatë nuk është më as e Kosovës, edhe as nuk është e drejtë. Se jem në fund kësaj bisede, po patjetër gjithmonë kur flitet për gjykata speciale dhe vendimin, gjithmonë përmenden Shtetet Bashkuara të Amerikës, nëse ata dojnë këta lirohen, apo dojnë Shtetet Bashkuara të Amerikës, apo interesohen Amerika me përfundu këj proces mirë që shdojnë na unë e tjede të tjerë? Po, na nuk e dim se sa thellë janë të evoluar shtetet. Se patëm dishka një deklarat të sekretarit Amerikan të shtetit. Rubio sot e pat një deklarat për gjykatën ndërkombëtare, një gjykatë tjetër, do thotë ku ata Shtetet Bashkuara të Amerikës dëshirojnë me sankcionu. Unë mendoj që edhe pas veprimit të Shtetit Bashkuara të Amerikës, mendoj që gjëja e parë që Parlamenti i Jashtëm i Republikës Kosovës duhet ta bëjë është shtetëzimin e gjykatës speciale, sepse kjo gjykatë Parlamentin e Kosovës e ka shfrytzuar vetëm si një nënë surrogate, ka ardhur koha që na me kthy përëndësinë mbi gjykatën speciale në Kuvendin e Republikës së Kosovës dhe unë besoj që me një komunikim shumë më të mirë me Bashkinë Ndërkombëtare kjo është e mundur. Unë të falenderoj shumë që ishe në emisionin Frontal. Faleminderit juve. Ndërkohë shikues të nderuar, ne vazhdojmë emisionin Frontal, po e paralajmëroj një intervistë të cilën do ta transmetojmë pas një shkëputje të shkurtë. Kemi realizuar një intervistë me një artist të njohur i cili u bë i njohur dhe më shumë kur u publikua një video duke interpretuar këngën Mora fjalë dhe lëtë që i delin nga thellësia e zemrës për komandantin legjendar Adem Jashari. Sigurisht unë kam kërkuar dhe kam gjetur Avdi Dragaj, i cili ka ardhur në emision për ta rrëfyer edhe emocionin që e ka pasur gjatë interpretimit të kësaj këngës, mirë po edhe për lidhjen e tij me komandantin legjendar Adem Jashari, për luftën e tij, për vuajtjet që ka pasur gjatë kohës së luftës, për shkak se Dragaj ka qenë ushtari i ushtrisë kombëtare të Kosovës, madje është invalid për shkak se ai gjatë luftës është plagosur rënd. Intervistën juftoj ta ndeshni pas pak sekondash, mirë po në fillim duhet të njoftoj për shkak se intervistën e kemi realizuar dhe zoti Dragaj i ka mbetur peng se nuk e ka përmendur një emër që ka dalur në ndihmë pra për ta shëruar plagën të cilën ai ka marrë në Karhror. Pra fjala është për Astrid Didën nga Kruma e Hasit, i cili me përfundimin e luftës ka ardhur në Kosovë dhe e ka marrur Dragajin, e ka dërguar në Shqipëri. Për këtë arsye e kam edhe si porosi nga vetë Dragaj që para prezantimit të kësaj interviste dhe transmetimit të saj ta përmend kontributën dhe ndihmën që i ka dhënë doktori Astrid Dida. Një shkëputje të shkurtë dhe i ftoj që ta ndeshni këtë intervistë të cilin e kemi realizuar pak më herët.
Kthehemi në studion e emisionit Frontal për ta nisur bisedën me një mysafir të cilën nuk e di se si ta prezantoj. Ti tham këngëtar, artist, apo ushtari i ushtrisë ligjore të Kosovës, patriot, apo djali i Rifat Dragës. Të gjitha këtu epitete i ka dhe këtu cilësimi i ka, mirë po aje me çka është bërë i njohur Avdi Dragaj do ta prezantojmë përmes kësaj video. Si që kuptuat, me mua në studio është këngëtari i njohur Avdi Dragaj, të cilin unë e falenderoj për që ka pranuar të jetë pjesë e emisionit Frontal, ndonë se ka pasur shumë kërkesa që nga momenti kur është bërë publik kjo video. Zoti Dragaj, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Falenderoj shumë që je pjesë e emisionit Frontal, më treguar që të kanë thirrë shumë vetë edhe vendosë më orë on, kështu që unë të falenderoj. Faleminderit edhe ti për ftesën, për kësaj për emisionin. Unë të falenderoj për emocionet që ne ke sjell përmes kësaj video. Sigurisht ti si këngëtar ke sjell emocione të shumta gjatë punës, angazhimit tan, po kjo video nuk besoj që nuk ka pasur njerëz që e ka pa dhe nuk i kanë shkuar lotët, njerëz që se shkuan edhe ty. Unë kongë të dëshmorëve, sidomos kongën e Adem Jasharit të Hamzës e Haradinajve, kur i kënaj Zahir Pajazitin, Agem Ramadanin, gjithë dëshmorët, Muj Krasniqin, e Beqergoshën, këta figurat e shqurat që në kontë shqiptarisë dhe të ushtrisë ligjore të Kosovës, çdo dëshmor edhe çdo advetor që e përmeni, unë e përjetoj. Se kam qenë ushtari i ushtrisë ligjore vetë, pe i ditës por deri në barim, jam krenar që jam konë ushtari UÇK-s, punën më të mirë në jetë që kum bën është kjo që kum shërbyja dhejtë. Sa ku mujta, sa kum ditë. Jam konë i ri, 19 vjeç që më konë luft, po. Po i ko trem? Trem, kuha më ka kallëzua atëherë, flasin kanë full veprat edhe shokët edhe unë e përrejti nuk du me full shumë se se kam marak mu livdu. Jo, kena me full edhe për angazhimin tanë, sepse ti realisht je njohur edhe në Dreniç edhe në pjesë tjera të Kosovës, po u banë shumë i njohur me këtë videon që u bë virale, pra ai momenti kur ty të shpërthejnë lëtë në momentin kur e kënon komandantin legjendar Adem Jashari. Na tregon çka ke ajo, ke nej, ke jo, ajo ke dorsun, unë jam konë në familjen Mziu, në Marin të familja e dëshmorët e rëvit këmbit Rifat Mziu. E ka martu nipin, edhe kur e kanë martu djallën Rifat Mziu, edhe unë im kom atë, kom kënu atë se ata i kem mish shuk, edhe i kom shuk kështu njëtë përdeshme kështu. Edhe kem kënu, po a ditë kur e kena kënu kongën Qavadem, për herët por familja Mziu e kam prunë uniformën e Rifat Mziut në udë aty. Edhe unë im kon e kom posë në krohin e djathë, i kom posë uniformën të teshat e tina aty, edhe për manalt e kom posë fotografinë e Adem Jasharit. Edhe në balli kom posë dhe ushtarë të ushtrisë ligjore aty që në kon invalid luftës. Edhe momentin që e kom po uniformën, edhe kom shumë e mira kjo fotografia që shijet të në ekran, edhe më dëk që pisha dhejme në gjallë, kër im shku me babën, para masulmit që ka bon në prekaz 97-ën, kër më shku, e kum po dhe kër e posh këtë fotografit, më doke si po më she dhe kër i na shku nëd, që na ka thohë mje se ertë bura, mje se ju pruni zëtë të byrëm. Edhe mu parafterua dhemi të po fotografin, të po uniformen po, të po uniformen e Rifat Mziut, të po dhe ata shok të luftës atë, edhe më shparthyn lëtë. Unë e kum kënu shumë herë kongën, po sikur që e kum përjetu, ndorsëm të këta nuk kum ka ndërë shumë, e kum përjetu, është momenti që zakonisht njëri kur kohën i dridhet zoni. Unë e kum kënu, s'mu ka dridhë zoni heqë. Edhe kum kohët, edhe kum kënu, edhe s'mu ka dridhë zoni heqë. Se atë është kër njëri që e përjetën diçka, unë kër e këdej kohën e Adem Jasharit vetë, rëshqeth në ka të këdej. Edhe i kam vllaznit, këngëtarë të furta, unë e kam kalaj se jam djallë i Rifat Dragës, Boba si mësusit, Rifat Dragaj, rapsodi njuhë. Tem që na kam mësue, kam edhe migjen Skender Dragën,
edhe aje këngëtore i kom mësu edhe pe i babës edhe pe i migjes, dhe këtina që jena orë në ditën e sudit. Ska përjetoj që ti në atë moment, sepse për me ata, unë të thash, kur fula me ty, thash, ata lëtë zemrës, dhe më dhanë, ata dilshin, ata lëtë prej ljoqë zemrës. Që përjetoj që në atë moment? Kom përjetu edhe mu ka duk që pishët të në thonë diqka. Edhe në atë moment, kër e kom po këta, i kom po edhe ata shuk të luftës, atë balë për balë, që kom po së ata në kotë të katërit në valet luftës plagosën. Edhe, pak edhe u mërzita kështu. Pe emocione u mërzita se une nashta po flas drejt, nashta e vroj dikan, po fjolla vret e drejt edhe vret. Une flas që kam anin zemra, jo dhe që kam thëtruni janë. Une e kum po që një ku, i kum po që ushtorët e ushtërish gjerimtore, jenë kategoria që ka vujtë mas shumëti, që ka kontribu mas shumëti, edhe që kanë full mas pakti. Unë shumë luftetorë të qekës po flasë pej Drenicë, se në duka gjinë, e në këtë trevat e Kosovës, ka më ko me kënu, i kum po edhe në luft, zakonisht ushtarët janë thjeshtë, janë njerëz të mirë. Shumica në mirë me familje, janë familjarë, nuk flasin, edhe e niva një farë dhimbje kështu në shpirt. Për krejt pej, komandant legendar, dhe këtin ata i ushtori ma i vogël, ma i riu që kom. Une, kur ju hinë në edhe ato, i kum po ata njerës ato. I kum po njerës të luftës, shok të mi, që i kum bashkë ruktu me ta, edhe kur i shok të mi edhe bashkë luftetor të mi, e kam një farë, unë vjen një farë fuqie. E shoqi, unë duke që i kam krah për krah, ka i më shku me ta. Edhe unë e flasë, ato une, kur im konë momentet ma kritike në luft që im konë, në veç shok t'i kom posë në atë. Edhe ata i vlerësoj shumë. Po luj për venim, i sholla kur zëti si hup, se folë zëtit edhe shokve të mi, unë sëtë për dhonë intervjist ty, se mësme pakon ata, sëtë nuk kisha posë mësi mordhiq. Unë për shëtë dhe fotografi këtu, se unë gjatë luftës, nuk kom posë mërak me dojnë fotografi se di. Shka mundësi një artist, se të edhe në luft, e konë artist. Në luft kom kënume. Se di, unë asët nuk kam fort me marak me dojnë. Një intervjist e kom dhonë dhe ato me zërëm kanë shti. Se s'kom posë qef, ate, du me nejtë që kuj avdi droga që jam rritë. Unë i shëtë dhe foto, që për shemë një tjetër foto që kam me musteqe, me kalash në dërë, nëse ko mundësi dhe zhja me këthy. Pa tjetër e qëtë atë fotografi që sigurisht është bërë gjatë kus luft, sa thaj ke posë në luft? Unë i kom posë në 19 vjetë, kur i minë luft. Djali i ri, dhe më thonë? E kështë kjo fotografi këto. Qa është kjo fotografi? Kjo fotografi është në të në Drenicë. është në vitin... Atë ku e keni pasur udhën që ka që të mirë për guduna? Po, ka maru një fa droga me vlot vetë s'kener drogën, kër e kanë maru këtë udhë vitin 90, ka kushtu atëherë një 21.000 mark vish droga i ka posë. Po dhe se kjo është e shtrejtë, po ku dhe ma mi në Drenicë në atë ku. Besoj luftë o kollë kjo. Ja, qësh ja krejtë. Si krejtë udhë atë krejtë kullë shqiptare. Kjo kollë fërtë. Ka betë fotografia. Po, këtë fotografia kom, edhe këtë fotografi, kër e kum po Shkelzen Haradinin për herë të parë, unë kam jetë në zemëraj. Unë prej familjes të Haradinit i respektoj shumë atën për mu, mas familjes jashore në ditën këta. Po për mu maj veçanti u kon Shkelzen Haradini. Edhe po i përngjon? Mosteset i kam model tina që i kum shue. Edhe une që në kohën për atë familje janë shumë, familje kanë kontribu shumë, i sholla zëti i pagun ata dëshmërë që kanë dhonë gjak shumë, kanë derë gjak. Une këtë të mustesë që i kam im kohë i ri, halesë mësë më plantolë mustesë të apërre, po i kom posë marak qështu. A më dhe për me po duke është pak si Shkelzeni. Kërë pash herën e parë, ma kryer qatë për shtypje. O së dhe Shkelzeni ko kongatorë. Po, e kom një në video të kënu. Po. Në më dhanë ushtarët që kësë pas ka një përbashkët për pas abre dashurisë, është dashuria për kongën edhe për artin edhe për zësë tjetërë. Po, shumë këngëtorë kanë qenë këngë Beqir Goshi. Po, Muja, i ka posë ushtarë Halit Goshi. Regja Selimi. Po flasë unë, ka posë ushtarë, kam një bojre një shak temin, që ku më rëbakë rukëtu. Ajnë ta vlëzrit bojra? Po, ajo kushëre, ajo është një bojra, atina i kam bërë shumë, se më ka bojrë shpinë plagusën shumë. Sa ti plagusën në luft? Po. Qysh? Une, me herën në që më plagus, frikalzej këto që kum hjek mazuri. Unë më plagus me 9 qërshur në altë nonën, një gjysur ose 40 minuta para se bu marveshën ku më në.
ditën kur... Qatë natë që po marveshja. Marveshja përfundon luftë. Po, me 12 është dita shtërimit Prishtines. Qatë ditë të plagos? Qatë ditë ju më plagos, unë në bromja u konë, dikun ofer, u konë edhe 10, 8 ose 28 u konë, 8 diçka u po marveshja. Ato vro Fajik Dragaj, është ushtori njësi speciale Tigra Vzi, jena konë jena rritë bashkë, jena konë lu bashkë, edhe kur u vro Fajik, unë jam plagos, unë jam konë po të shkretash të njëra, po unë jam konë të eci pori, edhe unë e krejt punë t'i pënej me djathën, po me push këmë gjuhë me të majtën. Kur ju bi vegla, ju bi me djathën krejt, me push këmë gjuhë qështo. Edhe zakonisht në këmë ko porë me në qështo. Qitë push që e kam qëto, e a pëshe këndokën, që që ka të punu në masanena, ma ka punu një Gjevat Bojra, një kushëri Fatmir Bojra, se ka këtë këndak, edhe nuk ka posë në gjyrë mi në gjyrus, atër as lak, vese ka rosë se unë shumë i gotë, 2 metra me madhë, e a i këndë kur gjysha me të majtën mu, një gjuj ke qaurët të sytë. Edhe ja ka punu, e këmë bo këndokën matë gotë, se tana, për më ma largu shumë, se unë i gotë. Unë e këmë posë rrypin lidhën qështo. Edhe mu ka rëgë snajperisti, u konë, muj me thonë, pej 30 vetë dhe 50 metra larkë. Qaq ofër? Edhe mu plumë mi porë, si më ka rëgë snajperisti që të më ka rëgë, më ka dollë në mas shpot në këtë të kurizi. Për fatë që së ko pak ma push të goditja? O, që të më ka rëgë. Edhe, kur më ka rëgë plumë mi mu, edhe po u konë Dan Ramadan Droga, i Dan Mortoja i kena thonë, bile ka pashku një vargë Sylademi, Indjeri, dhe ai ushtori, që kësë konë shkrimtore dhe profesori i historisë, e ka pashkru një dëvorgjë për sa Dan Droga, dhe i ke Dan Droga, Dan Mortoja, po shkën pongë si të doja. Si pa gju, e pa të kynë jaksen, edhe të naja bëshëm Dan Mortoja. Jena konë në Doni Agim Qelaj, është i katunit të unë edhaj, u ko student i ekonomikut për studime o në luft, ka urthu bashkë me neve dhe me Fajikun, jena konë atë katrit. Do ma unë plumi por, si ka kërësit të rafollat, më ka rëk plumi por mu. Edhe jena roton, edhe o Doni, tha, a ju ka rëk ujnë, thash, Dan mu më ka rëk, po më ka rëk pak. A dhe nuk më kërë rëk pak, po. Po, të kishë rëk të zamra gotë dhe... A dyre mu ma paralizej. Ma paralizej dyre. Edhe thash, po pak më ka rëk mu, thash, të rjeq në ju, thash se pi më lejo, nëse ish me hunja 60 metra, pe atuhit, ish rruga dhe ish një jasë për më pozicionu ata. Edhe, une nuk e kisha që, po du me qëndru ato aqë fërë, po nuk muja e posh vetën që s'po muj më qu. Edhe veç që akom shu thiken, kështu, akom mujnë tëk, se ka pos thiken e modhe, kjo, përshë po shijet. E ka pos thiken e modhe, edhe qëre qonë të që që i këm pos 2 karikatyrët lidhën, e këto ma ka kep nona këtë gjykësure. Ma ka nërejsh vetë nona jam. Për shqit që i kështu pundure, nuk është kështu pundure, ma ka kep nona këto, edhe këtë zonë ka shumë karikatyrë shumë fishek. I këm pos nga pjatë e këm pos, edhe unë e këm gjunë një ka një. Do më të vazhdojshme me qëndru atur i pozicionu i plagosën. I plagosën dhe një fishek nuk e kom hargjit. E qatë vyka i fishek? Thash nuk di, thash kur të vje ngatë, që më vijë fart ngatë, që më vijë, thash kur të e gjuhë dhe në herë, është i më më vro. Se vetën se kësha vro. A jo, asa më ndohet që? Zakonisht kundërshtore si t'ja kthej pushkën, si t'i kerset, a nuk e dhja ki fishek mua s'kjajt vret. E disha që me të bromi si t'i kerset, a i pa më vro se len. Edhe që ato e rusha. I kum gjuhë me bume, me krejt i kum gjuhë që ato se ngota zina kom. Edhe Fajiku ka gjuhë sa ka mujta i tu shku, largu pak edhe, kër e ka po Fajiku që për rizikur në une. Shumë u shupa është pësht edhe ja ka njës me gjuhë me kalash, e ju kish pa kësit kalashi. I kish pa me të guja qil, kalashit edhe ka hek zëllin. E kum po, kër e ka hek zëllin edhe u pozicionu. Dhe me thonë, na qita që ishëm qito, u pozicionum në, po na ka nërë tjetë për katunit qitakve atje, është ta thirë një lojgjë ku një rrugë e në rrugës, edhe kër u pozicionum Fajiku me i sulmu ata. Edhe kum po, kër e ka rrugë me mitraljez, edhe në ven e ka vro. Në ven, dangë, doni me agimit, u konë të gjuhë me kalash, kër e kanë gjuhë ushtorët, ja kanë shpu karikaturin, e ju ka qela i ka poku, e ja ka pëthil rreth e rreth, me izoler, ja ka koqit kaloshën. Në kalash e ka rrëk plume, ato se ka rrëk. As një, shfar foti. Edhe jenë pozicionu ma pushtën, i kum po, edhe i kanë mot ushtorë që në kom atje të gaju në atë, se në kom me Hysnine, me Besnikun, me Skener Bajramin, Besnik Beqirin,
Agran Dervish, ju kon, jena kon një, mosum, ju kërkaj ndjes tonë aty në që më imi harru. Edhe besniku, me Hysnin ata janë shku një rrugë tjetër kanë, këta tjertë Skenere, Nasere, Same Drogaje, Shaban Drogaje, këta Tahir Drogaje, ushtorët u kon Sejdi Selimi, u kon Ali Dervishi, njën kon Logja Konjove, kon ata Tuga, Skodra Konjove, ata tonë, edhe kanë jenë rritë për tanë, po ma sofrë e orë Hysnia me besnikun. Ata e norë me trakter dikun dhe ngat, edhe kur im ljo dhe në pej fishekve dhe pej gjakdiret mu dhe nisi mu të rru. Edhe i kum po plumat kur ja ka nisi mu në rru qështu. Edhe kum ditë se mitralezi unë i ka pos dhe tretin fishek, i ka pos me dritë. Edhe janë nisën i gjëfra fishek të unë për në rru. Edhe kur i kum por ata e në shumë ngat, edhe kanë gju për 10 pozicioneve ata dhe mas 20, ata e din, edhe ushtria shkive kujtun që jena shumëna. Edhe tapi të rënu edhe mund nuk vish metën u zbrafë se ma për masë dhe metën që atë. Ata gjuhë që sa më ishin. Edhe aty jenë bon luftime shumë belin një se u hypi një shkome një mitralez me një plëq atë. Mos kemi gjuhë një bume, ka i këtu në vrotonve. Po, kur kësit i bume ja unalë, zdi, ka shkrejt, ka. Su këthima. Te marrë me me, ka pas ka shkuaj. Edhe kanë gjuhë Hysnia me besnikun e me këta tonë kanë kontribu shumë, edhe njëm nisu në magimin me jetë. Po ti mojshë me... Dhe jetë, mojshë ka pak. Po, se ti i kanë përgusën pjesën lartë. Po, dikur, se dhe i mdojnë në bashkullës ku me nësë kom mija, e dikur matë shajatë. Edhe unë alëm dhe pjatu i gjuhë, dhe shumë u këthy, une agimi me morë fajikun, se ne apajtëm. Do në thamë mos u këtheni, tha pja bën agimi, të rame shpirti posta, agim tha njëm shkoj, tha mos të më shkën edhe që kë. Mos ma le që tonë, agimi, e se që ashtu i hypa në shpinë, unë i pluët që të fatën e për me një majitës që jem, i më koni 120 kila i atër. Edhe i rëmën e më ko agimi, ku i në halë shumë si ka pos 56 kila, dhe i vogël, unë e 2 metra, i hëpësha në shpinë, kom zhaks, pa i vullnet i madhaj, së më njohë këkër. Edhe i e që me thonë ja 2 kilometra gjys, marë shajmë. U më rëke e jetja shumë, se mu qa që më rëke e jetja, më shqit ke gjak shumë, më këcej ke gjoku që kom, në fillim e kom nuk borin, e kom shel me borin, mësë më mra gjoku në sy se shesha. Borin e kështim plakë? Po, se nuk shesha, më beke këcej ke gjoku kështu. Une shumë ljudha. Edhe kur nalëm që atë me pushu agim, thash, shka mere dikana, bëq ka dusha, thash se nuk më i me ismo. Thash amat edhe i zdej cigore, se më nëga mi pi dhe ujë, jesë më me pi ujë. Po se thunë që nuk... Më rëku, e tja fërët edhe u ljudha, thash, agim qëtë maj cigoret edhe i zdar bilet kënosh në aty. Ujë, bilet cigoret. Po edhe i zda cigoren, edhe pa më këshyra agim ishtu. Edhe ju ljada dhe kur, ta djem shkun atje, kanë që u shumë, ata djem, i shola zëti i pagun, se mës me pakon ata, se dashta asë që diga, asë ormet, asë shkishin mujt, ja këshin morë, e këshin morë kufumin, e këshin buhajgore, që është kanë bon shumë, dhe ta, jenë ko fojtë zëti të shëve, që kanë luftu u fërtë. Edhe, unë tha, avde, thashaj, e marë men, tha që më ke thonë, thash, valoj, a kem këmë thonë shumë sen, thash, pos për di që atë këmë thonë, e marë men, tha, kur më ke thonë, tha, nuk ko plëm që ma ljenë mu, s'ko plëm, su në më nojë plëm i shkov, thash, e marë men, kur të këmë thonë, ani që ka e nojë, me qatë fjollë ju më qu, edhe 1 kilometr kumecë. Ju havalt kutë. Qashtu kumecë, edhe jem nojë të fund ma hole, edhe thash ka me rej trakter se mu marshej, që atë bejqë atë mos mu i ta heqë. Edhe orë, pu, e thesha Tahirin, Tahir Drogën, Tahir thesha, hajde me rusë, kam një thes milë krasë pa mu i miqu, se ne kishëm belice nga, tisha dhe me belice. U lufta të sënal ke me belice kon, se thesha më një që me thonë që më plagusën, mu njës, mu neve në hargju dhe municioni. Tahir të thira i shkreti, shku të tjetër ka, të gjua nena të shku mu interesu për fajikun, edhe orë dhagimi, shku e ka morë traktivin e nërë më kanë morë. Edhe më kanë qush për të smal drogës, aty ordë, Febeko Njuhi, është polic i Kosovës, ushtora e korë për studime me feminja rritë bashkë për klasës parë,
edhe halejna shuk, dhe tina në drosa i na shuk. Ani pas këtë me ka gjatë shuk. Po, se në shkollë, këtë shkollën bashkë. Pas këtë me ka, po thamë gjatë shuk, se keni me jetu gjatë për gjatë. Edhe më neshën agime më lidhë plogën pa izdike, se shkërësu më deshke këmishën më marë. Edhe veni pa përshtatë shumë këto dëshyshës. Aj ma lidhë ke mu, si ma lidhë shda, si levesha dyën, ajo zgjake. Erë feminja, e kesh pa kryu sa ko studenti juridiku, në këtë në kryshtë kështë që i ka punu në Tereza që i ka punu e shkon, i kështë pa thirë Flora Bravina këta, të me mësuri njën për me i lidhë platë. Edhe këtë drenin se s'kë ka ditë kontorë, kështë këmë pa mësu feminja kështë. Edhe mje ku ma i miri për më është femi kënjuhi, le të shëndes atje ku ma i shola zëtë e runë. Feja, erdë, ma spori ma lidhë i dërën qështu. Që mos me levizë. Ku ma lidhë i dërën, edhe dangë ma këtë qiti dërën qështu, ma shtini foshën, atë foshat që në konë, jo kështu, po ma përzgoti ma shtini në shpinë. Po atë mrana që mos me... Këtu në shpinë. Se mu m'hi ka ojë nërë mje mushknive dhe brive, nuk më isha mi qilë mushnit me morë frymë. Ma stabilizoj frëmorën, edhe shumë isha i ljudhën. E më shtrenaj atë edhe më rëke i tjashëm. Ashtë një sinon që i le përshëndes shumë, aj i shku e kish mjel një ljupë, edhe ma kish prodha tonë me pi. Edhe më dakë që dëja ja. E përshëndes shumë. Ushqim atë mirë të pije më të mirë nuk e pas besoj, dhe i sëtë. Naj, në atë nëune, më në me në gjithë në atë krizë atë, aj u shku e kam mjel ljupë në nëutën. E kam lutë omlin se shokët më ka najtë gati shumë. Begje cila aji që kënën me Fatmir Borin gjithë nëndën, ma ka mojtë dërën shpinë që shtu se ma liveshin, më dilke gjoku. E përshëndes shumë. Hajres Bojra e ka pun i drezerin dhe ju e dilë mas pori, aji se aji kesh posë. Sa s'fosh, as kisha se une, këgja im ku një farë ka u bëjë kështu, nuk besesha që ma lenë. Që ta lenë plumi, a që ta lenë... Jes, ma lenë, thesha, e kom posi bindje që së në vrasë në shkitë. Plumi pushkës, që është ta e konga, plumi pushkës, s'ko që mbanë. E kom posi atë i ri, bre. Po, s'ka posi që me të bara. Feja më ka këshyra atë, peja tu më kanë morë, më kanë qunë këlledërnicë. Një në koshtorë të mësë dervishit atë. Më kanë najtë goti shumë ata, anë veçanti u konë beke mademi, edhe që shukë dhëtë ata që më kanë najtë goti, që më kanë shërujnë pëllecët. Ta është për i rinë gati Kosovës, le thejë po për rujnë Kosovën. Kër isha ata në një fërë zemra malën bënë. Po edhe ata i ke bo shumë krenar shukët edhe kush dhe që të ka po në këtë vidjen. Bekimi, se një 3-4 dit nuk ma zjedhen plogën muhe edhe hysi flajke me mu. Hysi një bojra, mu në vijke era shumë. Janë isha ere në vetë. Se kanë dhe qërshuri, u kanë dhe zhegë... Unë vijke ere, për ja bësha hysit, hyst të isha po më vjen era, dhe isha ranë, s'pa mujmë janë një vetës, për mërë, edhe hyst tash po më livrit dhe që kanë shpinë. Qështë dhe këmë, hyst tash po më livrit, nuk po më lem e flajnë. Atë më tha se tu ka bu marak. Ani thash, hyst zgjedh marë që të vorë, thash se fartëm. Jallo e tha, edhe ka morë, bekimi e ka s'kiqë. Bekimi së latimit. Qka me po? Qa me po kry ma të borë këtë visë ka një pikë zezë në kry. Po. Edhe, po ma banë bekimi tha dhe a mund qile. Allah i thash ko gjej që në ushëm e bekim, tha dhëtë me ta bo një farë intervenimi, tha që se ka bo në kërkusht. Thash nuk di, thash unë doktor që jam mas mjekës di që ba tha shtrenav. E ka morë zhiletën me dona, e ka kuqë. E kanë zenë... Edhe më hiken shpinë, më shtu me një pincet vetla, na moshe vetla, vëthish, më tërë ma kapke kështu dhe krr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 
Edhe mojsha vete kështë të dangë, edhe bekimi ma ka pastru orën. Pi aty në kryma, pi aty në... Po masa nejna one, kër e kum po ata krymat ishko mirë. Se krymat për angshin mishin e keqë. A po, ha? Po, po s'po duke mi jam mshel dhe jerë me lomrena, sa ta ja këshim pa mshel dhe jerë. A, pra ka me të mrana të ne. Po, dhe e kanë qelë. Edhe dhe është i zëti, pështëruane. E rrugtimin e kompos ka gjatë vështirë. E vërtejt edhe kur për të gjajt tash... Po dhe e jam fort krenorë. Ne, kur në hinë luft, boba e ka pritë shumë mirë, boba e mërë fadrauka. Edhe nona në kompos, nona jam është bje i zbicës, është mesa të Selmoni që kënu e në kongë Kamerleushit.
bashmi që ka pos, dojt i kom pos të furt shumë. S'pas ke pos ka medalë të ndryshë, dhe më thonë, edhe ka dojt, edhe ka boba. Ka cilë shegër kom pos. Unë e kom pos... Veç me koni la ushës, se s'pas ka me jetë. Babgjyshë fëtori Shaban Pëllushës, boba i rifatit. Unë e kom i dëllë ato, dhe i përngjoj edhe më poshtu. I dëllë kam babgjyshin, ajo ku fartat dhe tortë. Edhe me toj edhe ju më rrit me ta. Edhe me pusht të jinem hin luft. Me shumë prej atyne që ke luftu, se që ke pasë dhe i dëllë, se për shembull e përmen edhe Adem Jasharin, dhe më ti emocionu për shkak se ti ke pasë fatin me taku Adem Jasharin. Unë e më shku me dorës me boben fëmi. Unë e më dorës me kom po të familja Avni Ibrahimit në Këpiliq. E kom po këna ku im i ri. Sa ta në si një pedoj dhe shka, edhe i kom po renorë që ta tërë me trakterë, tërë me rakavisë që në parë. Me altikjata. Homza me Ademi. Plus Homza u konë rapsët dhe taj? Homza ma. E në përmene janarin në vitin 1997, kur ti ke taku bashkë me bobën? Unë i për luft që i kom zatet o që atër, së në para luft më karo me i po në për dorsma, në për të bimet boja, këta në kohë gjithë. E vërtet, janë dovedjo ku këta shien që në kajtë në gjallë që edhe në varimin e tajë mesë. Ka pa thonë, bobës, tha, ri, tha, si të kryna që të, tha, i kam dhe punë, tha, dojna me dojnë, tha, dhe du mi prunë, tha, diçka dhe rotë, që ti djolli tanë, se di që ka posë. Edhe, tha, kena morë dhe kena meknu, tha, ki meknu, tha, se te kënën mirë. Kush tha kështë? Ademi, pa du po këna ka përcil. Shaboni e unë gjinë bolë, tha, gjakut, babën. Hajda se te një par se boba së një prekozit, i fasdidenve të prekozit, edhe boba ju ka thonë kajtë prekozit doj. Edhe këta kajtë një pithynë, edhe mua tonve. Qashtu, kur i kum po shumë në, e kum deshta Bedin Regjan shumë sa ndakonë. E kum po s'komandon të jam, u ka Bedin Regja. Edhe e kum desh shumë, u ku luftatori furt, hasëm i shkohë të kun, aj, pa të kalzej, shkiti u kanë të shumë. Pa i lufta realisht nisi pikrisht në shpilës të ndëkonë. Po, edhe shumë, kam shumë njerës për shemull që i kum zatet, që kur shëtash edhe pak, arsim kënisë edhe pak, mësha për i bënë edhe njerëzit që i ke derë kur për të mungëshin, për një i ke vetën një farë mungese për të mungën. Kush për të mungën ty? Për shemull më mungën, kur e shë, mungën fa i droga që ke. Unë ka dek një shëk, para së më Rifat Sholla, u konë djollë Hastreti, i Lesinës. Rifat Sholla, u konë djollë Hastreti, as ka posë bëhet ras vla, u kuj vetëm. Edhe 5 ditë të sporë që u hinë luft, dhe e ka kry, a i nuk ka luhesh, edhe kur ju shku një hupën, i pat hup qika, një djollë i pat e në morë, i pat shku në mas luft, dhe i këna gjithë në malëzi, djollë në qikën, glagjan të klinës, edhe kanë hup thmija, tha Rifat, tha, bobën ja vrajtë një zbicë, rikë ku me musteqe, shumë më konë stabil burë, ra me shpirti post, edhe, avde droga, thash, se ku blajnë shumë me Rifatë, me fëmin këna najtë shumë na. Për i thëjnë, shka për Rifat, tha, shka këshur interesov të thmi, sa drika njën, i tha, nga ri tha që pjë, Rifat Sholla. Pike doan që shto ka dole, edhe falke ka dole së gut kesh. Thash rif, shka bre, thash se, bëhet, thash i në. Avdi tha, so, avdija i kori foti, Rifat droga, thash një. Se, ti tha që një Rifat drogës, edhe unë tha, Rifat Sholla, jem, tha, i haljam Sholla, tha, tonë, tha, i në tha strejtë. Kërkosh, tha, kërkanë së në zavëncën. Tha, me ditë që asë një zollë, tha, nuk këthejet, karet me vrasin e shduën, tha, Rifat Sholla nuk e shëpushkën, me ikë për kësur. Djolla strejtë. Edhe te u kry, si vjetë të dikë, pe kanceri, mu ka dhim shumë i mërzit për ta. U ko shumë i furt. E shumë njerëz u mungojnë të luftës, e të mas luftës edhe shumë shuk për në desin, që për shemët për Sahit Jasharin një mërzit shumë. E vërtejt, kush të mërzit për Sahitin? E ku posë shëke, Sahit ju ku nërkomandon të atë matë hareshëm. U ku shumë i hareshëm. Kur e patë formu një sitin vëzhguz diverzant, Shaban Droga në brigodën 112, që na patë në caktu unë jëmë kom me Hysnin, Besnikun, Skender Bajrami, ata janë ko 3 vllazën. Naseri orë për Austrija, Skeneri dhe Bajrami. Ata 3 vllazën në konë 2 të hëtve, mëra të hëtë dhe Skener hëti. Që ka najtë me nejeva të, ata jenë konë gjithë shka bëli qaj Bajrushi me Skener hëtin, kërë më shkumë të dërnicë, se unë e pak si
U lë edhe, e këshin pa gjedi, e këshin pa shku katën vetë për s'kajnë shkive, e këshin pa pjek një pull në hele vetë, ata ma këshin prëmë. Nestit. Që të mirë pas kërmoj ty, jo tomel, jo pull në hele, dhe më thonë... Folë zëtit të shukëve, kur mos i hubë zëtit shukët, mu më kanë këshirë shumë. Shumë mirë që nuk po jau harron shukëve dhe piperman edhe këto. Qëre, a keni kongë në Azembejtë, së njëm kongë këngënator vetë. Kur e knejke boba para luft e kongë në Azembejtë, së nërë qethësha. E kun posë marak shumë Azembejtë, mbili kur dheke kur jadha frejrë, ku i sabohit krisi të, pizhyla i dorot, vorit, unë e për e tresha, atë se ty po filmat e Shqipnis, mo lidhëshin sene. Qërë ku i lidhën, diçka të lidhën të trumë. E une i kun post të sene që shumë më kanë frëmzu. Kur të këmë thirë në intervist, ke thonë në intervista kam ka shumë e shkur, sepse ke thonë që nuk kam qef me full gjatë, e kena kalu gjysore, dhe më thonë, që atë intervistin e shkur 10 minutë që ti e ke kërku, dhe më thonë një në botë që gjysore që na po flasëm. Ti më ke shti vetë, më ke prejkë dhe tema që... Absolutisht, dhe jam shumë i lumtur që erdhe edhe folëm edhe për këtë tema, por tema kryesore është pikërisht konga Qova Dem. Që po banë për shtypje dhe Sharkin që e ki këtu, besoj kameramanët e regjia fokusojnë edhe portretin e komandantit legjendar Adem Jashari në Sharki. Sigurisht është një se cilit do dënte ta kishte gjithkon Adem Jasharin, të gjitha kanë në zemër, por të ti u po që ti e kini lidhje shumë të fort me komandantit legjendar Adem Jashari edhe duke i këndu kanë shku lët. Po, qëre këtë Sharki, ma ka punu Lova Agruni. Zdi që të shtash ku ti këtheri që ma ka punu Agruni, ma ka bon dhorot, edhe këtë fotografi e ka quë të Recep Karimoni i boksit. Aje ka vizatu ato, për hirë temen edhe Agruni qëre ka shkru atë, punim nga Agrën Drogaj. A për mërë Sharkin edhe me i do në fund kësoj bisede me një kongë për komandantin legjendar Adem Jashari, Qova Dem, një kongë që... Qëre qështja ka vizatu amblemin edhe qëtu. Po. Qëre që ka shkrua e ti fokusu kamerman? Po, e morë që atë. Që po shkruun? Kënga folklorike shqiptore është thesor i kongës shqipe. Edhe këtu fjoll e këtu të preku në zemër se kjo vegel për mu është shumë e veçantë se që ka qitë Shqipunjen e Skënderbejt, a i lo se e ka ditë, se e ka maru Sharkin sikur që ka mena jone. Ato që e ndje jone, a i e ka punu. Këthy në vej për. Edhe une, kur e shë Adem Jasharin, e kam një fandjenje shumë të veçantë edhe thamë, këta i ka falë zëvëti. Gjoma ti një artist në Hollywood që kryn akademi. E vërtet. Edhe gjoma ti mu që e ka një facë edhe që din me nej qështu. Shaban Plakun, Homzen. E ke po që shvalëzën Homza. Se këta i ka falë zëvëti, këta njerëz, veç i ka falë zëvëti për qitë pun, edhe këta njerëz i kish pa falë zëvëti, edhe i kish pa eduku Shaban Plaku, i shola kur zëvëti se up, me këthy marë shqiptari. Edhe këta jenë, për mu jenë njerëz ma meritur për kuhën 100 kun, këta e kanë nërru historin edhe e kanë prunë Kosovën, shtetë e kanë bon këta. A i përfundojmë këtë bisedë të këndshme. Se kumë full shumë ju vëzhë. Unë të falenderoj edhe që ishe prezent, mirë po edhe që na sullën një pjesë rrëfimit ju vetëm për këngën dhe për aktivitetin tuaj artistik, po edhe aktivitetin tuaj patriotik, po përmbyllëm këtë intervist me këngën Mora fjallë. Po, do mi kënu vesh në refren, ato Qova Dem, kur u quaj, e ka qu këtë Kosovën. E vërtet. Qova Dem
Hajt mas rritë gëllari, thotë në logja, qonë se mjaft. Tha vladit i balin toka, qonë se ty. Te kërkone tanë Kosova, ty ande. Më të mirë për emisionin frontalës, vargjet e kësaj këngë dhe ky interpretim ka që mirë nga ona jote, të falenderoj shumë edhe një herë. Mendoj shef, falenderoj se pajteje që ke zgjedh, edhe unë të kom zgjedh ty se ku posur kërkesa, jam shumë i lumtur që jam në mision të ti. Se je njëri shumë meritur, edhe i merr temat që duhet me i re, me javlon breza me mësu. Se qësë del njerë si ti mi ju kalzu kush i në konë naje, kush u konë shtëja shirimtore, dhëtë me posë shumë ma shumë emisioni, se të faldesh shumë. Unë knaqëm në këtë intervist, besoj dhe shikusit janë knaqëm në këtë intervist, këto pjapim fond për sëtë.